Pritet kosovari me shkop bejsbolli në mes të ditës në Annecy të Francës. Një burr kosovar u godit rënë në fytyrë të dielën pasdite në Annecy. Ai vdiq të hënën në mëngjes në spital, raportojnë mediat franceze. Një 50 vjeçar kosovar i njohur për policinë franceze ka vdekur të hënën në mëngjes si pasojë e plagëve të marra nga një sulm me shkop bejsbolli që ndodhi një ditë më herët në Annecy. Sulmi ka ndodhur rreth orës 13:30 në mes të ditës. Policia nuk ka arrestuar askën deri tani, ndërsa rrethonat e sakta të ngjarjes po hetohen për t'u sqaruar. Pas vdekjes së viktimës, prokuroria ka hapur hetim për vrasje të qëllimshme, duke e kualifikuar shkopin e bejsbollit si armë me destinim të ndryshuar, pra një objekt i përdorur ndryshe nga funksioni i tij i zakonshëm.